Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe më pas, alhamdulillah, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, çojmë salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Alhamdulillah, Allahu xhaleshanu e solli këtë fe, pra fen islame të thjeshtë. Subhanallah. Një fe e cila mjafton të vinte dikush nga shkretë të tjera, nga mali, nga zona e tij e largët, vinte në emrin e fisit të tij, e pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam, çfarë detyre kam, si të hyjë në xhenetin e Zotit tim, subhanahu wa taala. Dhe ja numëronte profeti sallallahu alaihi wasallam disa pika, i numëruar me gishtat e dorës. Dhe ai largohej, dhe në fakt ai fliste në emër të gjithë fisit, gjithë popullit të tij. Largohej dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte, ai është, nëse është i sinqert në atë që thot, do të jetë nga banorët e xhenetit. Feja islame është e thjeshtë, subhanallahu. Ka bërë Allahu xhaleshanu fen e tij të thjeshtë për të gjithë kategoritë e njerëzve. Të gjithë gjejnë në të një lidhje të mjaftueshme me Zotin xhaleshanu, përmes adhurimeve që ofron kjo fe dhe që sjell kjo fe. Edhe përmes rregullave dhe ligjeve, çdo kush gjen veten e tij. Edhe gjen rrugën e drejtë drejt Allahut xhaleshanu. Për të flet edhe ky hadith i sotëm, një hadith madhështor, shumë i rëndësishëm, edhe shumë i bukur në mënyrën se si edhe si t'i ftojmë ne njerëzit në fenë Allahut subhanahu wa taala. Kjo na tregon ky hadith edhe për mësime të tjera, përveç se pra mësime rreth fesë islame, mënyrës se si t'i ftojmë njerëzit, se t'i mësojmë ata inshallah. Enes ibn Malik tregon dhe thot: ne sahabët kishim të ndaluar t'i bënim pyetje të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për gjërat pa nevojshme. Prandaj na pëlqente kur vinte ndonjë burr i mençur prej beduinëve, banorëve të shkëtirës. Dhe e pyeste ata, ndërsa ne dëgjonim. Një ditë erdhi një burr nga banorët e shkëtirës dhe tha: O Muhammed, na erdhi i dërguari yt dhe pretendoi se ti thua që Allahu të ka dërguar si profet. Gjoni me kujdes çfarë pyetje drejton, ha? Se janë pyetje vërtet, domethënë rrënjësore për një njerëz që kërkon të vërtetën. Pra erdhi një burr, tha: O Muhammed, erdhi i dërguari yt dhe pretendoi se ti thua që pra që Allahu të ka dërguar si profet. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: është e saktë ajo që ka thënë. Sadak. Të vërtetën e ka thënë ai i dërguari. Beduini vazhdoi dhe tha: kush e krijoi qiellin? Gjën çfarë pyetje, subhanallahu. Kush e krijoi qiellin? Profeti u përgjigj: Allahu. Ai tha: kush e krijoi tokën? Profeti tha: Allahu. Ai tha: kush i ngriti këto male dhe vendosi në to atë që vendosi? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Allahu. Pastaj beduini tha: betohem në atë që krijoi qiellin, tokën dhe i ngriti këto male. Betohem në atë që krijoi qiellin, tokën dhe i ngriti dhe vendosi këto male. Vërtet Allahu të ka dërguar ty? Subhanallah. Vërtet Allahu të ka dërguar ty? Ai tha: po. Beduini vazhdoi dhe tha: i dërguari yt që erdhi pretendon se ne kemi detyrë të falim 5 namaze në ditën dhe natën tonë. Profeti tha: është e vërtet, sadak, të vërtetën ka thënë. Tha beduini: betohem në Zotin që të ka dërguar. Vërtet Allahu të ka urdhëruar për këtë? Pra për namazet që na urdhëron ai i dërguari jot. Sigurohet tani për çdo detaj të fesë Allahut subhanahu wa taala. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: po. Vazhdoi beduini dhe tha: dhe pretendoi i dërguari yt se ne kemi detyrë të japim zekat nga pasuria jon. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: është e vërtet? Beduini tha: Allahu të ka urdhëruar për këtë? Allahu të ka urdhëruar për këtë? Profeti tha: po. Vazhdoi beduini dhe tha: dhe pretendoi i dërguari yt se kemi për detyrë të agjerojmë pra muajin e Ramazanit çdo vit. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: është e vërtet?
Beduini tha, Allahu të ka urdhëruar për këtë? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po. Pas kësaj, beduini e pyeti dhe tha, i dërguari jot, tha se kemi detyrë që të kryejmë haxhin në shtëpinë e shenjtë, pra në Kabe. I dërguari tha, po. Pra kjo është mënyra, biseda mes këtyre të dyve. Njëri i thjesht, pyetje të prera, po shumë të thella, subhanallahu. Një njeri që vërtet kërkonte rrugën e drejtë, edhe diti ku ta kërkoj. Rruga e drejtë kërkoj tek Allahu, si do të vi më poshtë. Vazhdojmë me hadithin, pastaj vazhdojmë me shpjegimin e saj. Tha po, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, është e vërtet. Allahu të ka urdhëruar për këtë. E pohoi profeti sallallahu alajhi wasallam. Pas kësaj, burri u largua duke thënë: Pasha atë që të ka dërguar ty me të vërtetën. Unë nuk do të shtoj dhe as nuk do të paksoj asgjë këtyre obligimeve që më urdhëroi. Nuk do të shtoj as do paksoj në to. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam tha: Nëse ai është i sinqert, e mban fjalën, me siguri do të hyjë në xhenet. Nëse e mban fjalën, do të hyjë në xhenet. Thoni vëllezërit e mi, feja e Allahut është e vështirë. Është e vështirë? Të njohësh një Zot të vetëm, të dëgjosh të dërguarin e tij, të sigurohesh mirë se beduini pyeti Allahu të ka urdhëruar për këtë. Fa do kërkoj argumentin këy. Me gjuhën e sotme, ku është delili? Ke delil, ke argument. Ka thënë Zoti, ka thënë profeti. Pra do vi pra shpjegimi, po subhanallahu sa i thjesht. Edhe u kënaqën sahabët sepse ky, madje si tha Umar ibn Khattabi do vi më pas, nuk kam parë thot njëri thot më të zgjuar, më të mençur që t'i rendis pyetjet aq bukur si ky burr. Ka qenë Dimame ibn Thalib, ky është një nga, domethënë, ata të njohur që kanë mbetur në kujtesën e gjithë ummetit tashmë. Për pyetjet e tij, domethënë gjithë përfshirëse të Islamit. Kjo është ajo që pyeti Dimame. Hadithin ka sjellë Imam Buhariu edhe Muslimi gjithashtu. Dhe padyshimi është hadith i saktë. Konteksti dhe rëndësia e hadithit. Ky hadith është transmetuar nga sahabiu Anas ibn Malik. Dhe përshkruan një ngjarje, domethënë se që ndodhi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ngjarje një burr beduin i parësimuar në normat e sjelljes së sahabëve, por i zgjuar dhe i sinqert, vjen për të bërë pyetje të drejtë për drejta rreth fesë së Allahut subhanahu wa taala. Hadithi tregon se si sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, tregonin respekt të madh ndaj profetit dhe nuk bënin pyetje. Kjo tregon se sa e respektonin profetin sallallahu alaihi wasallam. Madje aq e respektonin sa që edhe pyetje kishin turp të bënin profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mezi prisnin të vinte ndonjë e arabi që themi mungon të pak në thonjë za ajo edukata e sjelljes me profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe pyeste drejt për drejt. Pra, sepse përfitonin sahabët nga pyetjet e një shumë beduini të mençur. Prandaj gëzoheshin kur vinte beduini dhe pyeste. Pra kjo tregon për edukatën e madhe të sahabëve me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngjarje shparos disa mësime vëllezërit e mi, cilat janë kufit e pyetjeve të lejueshme në fe, rëndësinë e besimit në tauhidin, pra njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, detyrimet bazë të Islamit, cilat janë detyrimet bazë të Islamit, na mëson ky hadith. Na tregon dhe vlerën e zbatimit me përpikmëri të obligimeve fetare. Sepse në fund, si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse është i sinqert, i zbaton, do të hyjë në xhenet. Çfarë vlerë ka po i zbatove ato që ka thënë Allahu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra alhamdulillah ka dobi të shumta. Marrim pjesën e parë të dobive që do shtjellojmë në këtë hadith. E para, mosbërja e pyetjeve të panevojshme në fe. Kjo është një edukat që çdo musliman duhet ta ketë në veten e tij. Në fillim të hadithit, pra Anas ibn Malik thot, ne u ndaluam të pyesim të dërguarin e Allahut për ndonjë gjë. Çdo më thënë ndonjë gjë, cilat janë pyetje që janë ndaluar, do vi më poshtë me pika. Domethënë sahabët u edukuan të mos bënin pyetje thjesht për kuriozitet ose hipotetike. Domethënë supozoj se nëse ndodh kjo, si të bëhet, nëse ndodh kjo, s'kishin pyetur tilla sahabët me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fakt muslimani duhet të kufizohet në pyetje që janë të dobishme, pyetje që e lidhin zemrën e tij me besimin, japin informacion dhe dije të dobishme rreth Zotit subhanahu wa taala, madhështisë së tij, fesë Allahu xhaleshan, rrugës si të hyjnë në xhenet, si të shpëtojnë nga xhehenemi, cilat janë punët e mira që të përfitojnë sevape, kush janë gjunafe që të ruhen prej tyre. Pra, këto janë pyetje të cilat janë të dobishme dhe muslimani prekupohet me to. Nuk bëjmë pyetje të kota thjesht për kuriozitet, për të mbushur ose për të, si themi, për të shuajtur këshërinë e tij, ëh? Domethënë dëshirën për të mësuar gjëra të çuditshme, jo, as pak.
Muslimani pyet vetëm gjëra të dobishme, muslimani i rregullt themi, sepse çdo musliman pyesin dhe shpeshherë pyetje të kota, Allahu musta'an. Ata e kuptonin në fakt se gjërat për të cilat Zoti nuk na ka dhënë urdhë specifik janë lënë në bazën e tyre origjinale, pra janë të lejuara dhe nuk kishin nevojë që ata ta tepronin. Madje si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, muslimani domethënë që themi është i ngarkuar me peshë më të madhe është ai që për shkak të pyetjes së tij bëhet vajib diçka që nuk ishte më përpara, ose bëhet haram diçka që më parë ishte lejuar, për shkak të pyetjes së tij. Në kërshëria e tij, teprimi i tij, subhanallahu, tepron me pyetje. Kujtoni këtu rastin e bijve të Izraelit. Kur i tha profetit tyre Musa alayhis salam, "Thërni një lop." Allah urdhëron të thërësh një lop. Po si duhet të jetë lopa? Çfarë ngjyre duhet të ketë? Çfarë moshe duhet të ketë? Edhe e tepruan me pyetje aq shumë, sa gati tha Allahu subhanahu wa taala, gati nuk e lan pa e kryer urdhrin. Edhe e tepruan. Nëse që në fillim thotë Ibn Abbasi, të thënë çfarë do lloj lope, do kishte përfunduar tema. Pra nuk ka nevojë që njeriu ta teprojë me pyetje të shumta, por të jetë i kujdesshëm dhe mos e kaloj kufirin në këtë drejtim. Pyetjet e ndaluara vëllezërit e mi janë ato që s'kan dobi praktike, ose pyetje ngacmuese dhe me qëllim të keq. Kurani qorton besimtarët dhe thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum." Pra mos pyetni për gjëra të cilat nëse do t'ju shpjegohen, mund t'ju brengosin dhe mund t'ju futin në brenga. Siç ndodhi me rastin atij sahabiu, që një ditë profeti sallallahu alajhi wasallam doli dhe tha pyesni dhe kam për t'ju kthyer përgjigje, për t'ju dhënë sahabëve këtë mësim që mos pyesin për gjëra të kota. Sepse gjithmonë pyesin derisa e zemëruan profetin sallallahu alajhi wasallam. Pyesin për gjëra të kota. Edhe profeti alayhis salam në një mezhlis u ul dhe tha tani pyesni gjithçka dhe kam për t'ju kthyer përgjigje. Por e pan sahabët zemërimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe atë në fytyrën e tij dhe Umeri që gjithë njerëzit sahabët që dhe ulën kokat, subhanallahu. E kuptuan domosht që tepruan shpesh se thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu Rasulullah kama su'ila Musa min qabl." Aturiduna an tas'alu Rasulullah kama su'ila Musa min qabl? Doni ta pyesni dërguarin e Allahut siç u pyet Musa më përpara? Mos e teproni me pyetje. Dhe ulën kokën sahabët po qanin. U ngrit njëri prej tyre. E tha: "O dërguari i Allahut, kush është babai im?" Dhe në fakt atë gjithmonë e fyin e thoshin që ti je si i biri filan, ti je fëmijë dom jashtëligjshëm. E tha, "Kush është babai im?" Për këtë ka zbritur ky ajet. O që keni besuar, mos pyesni për gjëra që nëse do t'i vinte përgjigja, do të dëshpëroheshit e do sillte probleme të mëdha. Kur pyeti ky burri për profetin sallallahu alajhi wasallam, "Kush është babai im?" U ngrit jema e tij tha. Domethënë i miri i tij tha, "S'ka birë më të ndyrë se ty", tha. Do birë më të ndyrë se ty nuk ka dynjaja, tha. Nëse jo tem do kishte bërë nga ato të xahilijes në një gjë, do t'ja nxirë bojën tani. Domethënë do ke pyetur gjëra të tilla. Edhe në fakt ajo alhamdulillah ishte e pastër, sepse ai në fakt ishte i biri i tiatit, në fakt nuk kishte probleme të tilla. Dhe alhamdulillah nuk u turpurua domethënë. Në këtë rast e jema. Po ja tha këtë fjalë domos si pyet për gjëra të tilla domethënë, janë këto pyetje që pyesni. Pra erdhi rregull nga profeti sallallahu alajhi wasallam, kjo është një rregull i mirë që e marrim nga ky hadith, kujdes për gjërat që pyesin. Nëse pyesin për gjëra dobishme që ka fryt, jo për gjëra që të dëmtojnë ose gjëra që mund të jenë themi shqetësuese për dikë, ose fyese të ofenduese, ose demaskuese, diskredituese për dikë. Jo, kjo ka mënyrat e saj që bëhet. Pra duhet njeriu të jetë i kujdesshëm në pyetjet që jep. Pyetjet e lejuara dhe të pëlqyeshme janë ato që duhem për sqarimin e fesë dhe udhëzimin në situata konkrete. Kur njerëzit hasin ndonjë problem apo çështje praktike, është detyrë të pyesin dietarët, njerëzit e dijshëm, ata që kanë marrë dije nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Sikur thot Allahu subhanahu wa taala: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyesni njerëz të dijes nëse nuk dini, por kujdes edhe në këtë rast. Bil bayyinati waz zubur. Me argumente dhe fakte. Pra edhe nëse pyet, gjithmonë muslimani pyet dhe thot, "Ka argument për këtë në fenë e Allahut?" Cili është argumenti për këtë? Se ne nuk pyesim thjesht të marrim mendimin e dikujt. Mirë, mund të kemi mendim ose besim tek devotshmëria e dikujt deri diku. Por duhet që të marrim argument, kjo është dije. Ti po punon me dije tashmë, ka thënë Zoti, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe duhet domethënë që nëse merr mendimin, merr edhe argumentin, alhamdulillah. Merr argumentin, çfarë tha ky sahabiu? Allahu të urdhëroi për këtë? Si tha?
Fillimisht i tha Allahu të dërgoi, u sigurua për profecinë e tij. Është profeta, s'është profeta, flet në emër të Allahut. Pastaj domethënë Allahu ka urdhëruar për këtë, u sigurua disa herë. Pa argument, pra, edhe një herë pyesim, marrim porse me argument. Nëse dikush nuk është në gjendje thot argumentin, atëherë pyet, intereso, 1, 2, 3, nuk ka për Zoti të pamundur njeriu. Nëse pyet, ai sa ke mundësi, edhe merr argumentin brenda mundësive të tua, alhamdulillah ke kryer detyrën. Se ti ke Kur'anin, ke libra, ke hulumto dhe shiko dhe kërko, alhamdulillah. Ai sa ke arritur pastaj nuk ke përgjegjësi tek Allahu xhaleshani, je i pastër me lenin Allahu subhanahu wa taala. Sahabët në përgjithësi pra nuk bënin pyetje hipotetike nga edukata e tyre që kishin me profetin sallallahu alajhi wasallam. Po kur ndodhet diçka konkrete, për shembull një problem personal apo diçka që donte përgjigje, ata e pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam. Për zgjidhje, Allahu urdhëroi besimtarët mos të teprojnë me pyetje të kota, por në anën tjetër i nxiti që kërkojnë sqarim kur nuk dinë. Sigurisht se thamë në ajetin, pra me argument nga Zoti dhe profeti sallallahu alajhi wasallam. Kjo është qasja e balancuar me Islamit në lidhje me pyetjet që i drejtohen njerëzve të dijes. Së dyti, mençuria e sahabëve dhe gëzimi kur pyesej një beduin i mençur. Sahabët e profetit kuptonin mirë të parim. Ata ishin të hetur për dije dhe u pëlqente kur vinte dikush i jashtëm dhe bënte pyetje të dobishme, të mira. Sepse ai që vinte nga jashtë, ai bënte pyetje se do të merrte informacion të plotë. Dhe ata mund të kishin dëgjuar këto informacione nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Por kur vinte dikush dhe profeti i jepte përsëri dije, mund sillte diçka shtesë ose diçka që i përshtatej atyre, dhe këta merrin dituri tjetër, domethënë më të plot nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra ishin të hetur kur vinte dikush dhe bënte pyetje. Enes i thotë, na pëlqente kur vinte ndonjë burr nga beduinët, por jo çdo lloj burr nga beduinët, se nga beduinët mund të vinë njerëz që mund të mos kishin edukate, as pyetje logjikshme mund të mos bënin, por i mençur thotë. Dhe ai e pyeste profetin ndërsa ne dëgjonim. Kjo është fjala e Enesit, tregonte gjendjen e sahabëve. Kjo tregon gjithashtu edhe faktin që sahabët rinin rreth profetit sallallahu alajhi wasallam. Gjithkohë atyre rinin me profetin sallallahu alajhi wasallam. Nuk mund t'i gjeje sahabët, domethënë nëse ulej profeti në mexhlis, ata rinin me të. Dhe merrin gjatë gjithë kohës merrin mësim nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Sa gjithë ditën të rim në xhami, gjithë ditën të rim të dëgjojmë për fenë, se çfarë kjo është jeta. Po kjo është jeta. Jetën kësaj dynjaje që ke gjë më të mirë për bërë, nëse do kërkosh, o do shkonin në treg të punonin, ose siç kishin punët e tyre të përditshme dhe pastaj vinte momenti që uleshin bashkë, uleshin me profetin sallallahu alajhi wasallam. Nuk kishin mexhlise të tjera, kalonin kohën. Ose ta vrisnin kohën më mirë të themi. Porse mexhlise, dhikri, përkujtimi, ku merrin dhe mësim nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse atëherë kishin profetin, sot nuk e ke profetin, por sot ke hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Sot ke librin e Allahut, ke librat e hadithit, ke librat e dietarëve të cilët alhamdulillah janë mes nesh, alhamdulillah. Beduinët, banorët e shkëtirës shpesh nuk ishin në dieni të hollësive të etikës që ndiqnin sahabët. Ndaj ata mund të bënin pyetje lirisht. Pra vinin dhe nuk është se themi kufizoheshin nga ndoshta etika të folurit që kishin mes njëri tjetrit, sahabët. Kjo ishte një mundësi për sahabët e pranishëm, sepse pyetjet një personi të zgjuar do të merrnin përgjigje nga profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe kështu gjithë do të mësonin diçka të re. Profeti aprovonte këtë mënyrë të nxënit në grup, pra kërkimit të dijes në grup. Prandaj sahabët prisin me dëshirë në një pyetje nga të tjerët. Prandaj Umar ibn Khattabi çfarë thotë? Nuk kam para askënd që të bënte pyetje më të mira dhe të shkurtra për mbledhse se sa Dhimam ibn Tha'laba. Ky pra sahabi beduin që erdhi për të pyetur. Kalojmë te pamja tjetër në hadith. Paraqitja e beduinit dhe qëndrimi i profetit sallallahu alajhi wasallam. Nga rrëfimet e tjera mësojmë që e sjellin po këtë hadith në për versionet e tjera. Mësojmë se Dhimam ibn Tha'laba erdhi në Medinë si përfaqësues i fisit të tij. Pra ai nuk erdhi vetëm për veten e tij, erdhi nga populli i vet. Shko dhe merr vesh saktësisht, pra e kërkoi populli i vet të dërgoi dikë të kërkonte diturinë e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra kështu janë popujt. Njerëzit shkojnë, secili shkon dhe merr dijen fetare. Dhe ai që merr të dijen fetare nuk e mor dijen fetare për të ikur nga vendi i tij. Ta braktisë vendin e tij. E mora dijen tash ik, unë mora dijen tim, vendim, s'ka nevojë. Jo, populli jot ka nevojë për ty. Ti e morë dijen fetare. Dhe ti do të vish tek populli jot dhe ti mësosh atyre hollësisht me besnikëri atë që mësove nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Pra, e dërgoi populli i tij, siç vinë në transmetimet e tjera.
që ai sigurohej nga vetë profeti rreth mesazhit islam. Ai hyri në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam, një tjetër pamje kjo vjen në transmetim tjetër, hyri me deve në xhami, subhanallahu. Me deve, mori deve hyri në xhami. Brenda ndaj ku faleshin njerëzit. Xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam mos kujtoni se ishte me tapet siç e kemi ne. Ishte me guralet. Ishte guralet. Domethënë biles edhe kur ulesh mbas se të vriten gjunjët, prandaj mendimi më i saktë është që vinte duart në fillim. Se po të ulesh me gjunjë në gurales të vriten gjunjët shumë. Pra vendos të duart në fillim. E rëndësishme, s'është kjo çështja që po diskutoj. Pra u fut me gjithë deve në xhami, subhanallahu. E lidhi aty dhe pyeti me zë të lartë. Cili prej jush është Muhamedi? Në gjithë njerëzit të ulur, kush është Muhamedi? Pyeti pa teklif, siç e kanë zakon beduinët, pa themi paravolira, da në një hyrje me atë etikën e si jeni si shkoni, më falni kush është Muhamedi këtu? Sallallahu alaihi wasallam. Kuptoni pamjen? Deven, e lidhi deven, u fut kush është Muhamedi. Kjo pamje, në këtë çast profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ulur me shokëve të tij në tokë thotë. Profeti ishte ulur në tokë, si gjithë të tjerë. I thjesht, i padallueshëm nga ata. Se po të dallonte, po të ishte dikush i ulur, e ke parasysh në një koltuk ose ulur sipër, ta merrte vesh që më ky do të jetë, se ky që ka ulur më vete, jo, ishte ulur me gjithë të tjerë. Si gjithë të tjerët në tokë. Profeti sallallahu alaihi wasallam. I thjesht i padallueshëm nga ata. Sahabët i përgjigjen. Ja, ai buri bardhosh, i mbështetur. Profeti ishte i bardhë në lëkurën e tij, me i në kuqeremt, pra, një lëkurë të bardhë dhe të kuqeremt, profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo skenë tregon modestinë e arzakonshme të profetit sallallahu alaihi wasallam. Një huaj që vinte për herë të parë, nuk arrinte të dallonte profetin midis sahabëve. Sepse ai nuk qëndronte se sumdintar mbi ta, por rinte ulur së bashku si njëri i thjesht nga ata, njëri prej tyre. Ky mësimi për ulësinë na tregon se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk kërkonte protokoll dhe as ceremoni në përditshmërinë e tij. S'kishte protokolle do për të hyrë për dal njerëzit. Për t'i mësuar, kush do komunikonte me të, sekretari, ler takim, domethënë orarin e takimit, edhe orari zgjat kaq puna. Jo. Profeti sallallahu alaihi wasallam shumë i dhën pas atyre që do të vinin. Madje ata që përcaktonin takimin nuk ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Ishin të tjerë, beduini, malsori. Ai përcaktonte domethënë protokollin e bisedimit, ai përcaktonte pyetjet, la ilaha illallah. Profeti Allah. Me zgjedhuri i gjithë krijesave. Kuptoni? Kurse sot, profesor, domethënë çfarë komunikimi kemi? Atëherë se do pranojnë njerëzit islamin, kur ne jemi aq larg njerëzve, aq larg domethënë me marrëdhëniet me ta. Ky mësim i përulësisë na tregon se dërguar Allahu thash nuk kërkonte protokoll as ceremoninë për ditëshmërinë e tij, nuk kërkonte domethënë ofiqet, themi, ai ishte i afërt me njerëzit. Sahabët nuk ngriheshin në këmbë, subhanallahu, për respekt kur ai hynte. E dinin domethënë zemërimin e profetit nëse ngriheshin në këmbë, subhanallahu. Pra vinte profeti i Allahut të ngriheshin në këmbë, se sot ne në këto viset tona ose në këtë zonën tonë edhe njerëzit që kanë pasur mbretit, domethënë duhet ngrihesh në këmbë të gjithë derisa të ulej mbreti. Pastaj pas ulej mbreti uleshin të gjithë. Ose mund të ulej mbreti që ndronë të gjithë në këmbë. Jo, valla, s'ka kështu. Madje këtë urrente profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk guxonte kush të ngrihe. Sulejmani alayhis salam e ka pasur këtë apo jo? Jo, nuk ka ndonjë argument. Nuk ka ndonjë argument që ta ketë. Megjithatë, pra vëllezërit e mi. Ideja është domethënë që nuk e donte profeti sallallahu alaihi wasallam këtë lloj themi, kjo s'është respekt. Jo, s'ka emi vëllezër. S'ka nevojë të ngrihesh në këmbë, s'ka. Do të respektosh, respekto sunetin tim. Respekto rrugën time. Respekto fen që kam sjellë nga Allahu xhaleshan. Apo jo. Pra, alhamdulillah, sahabët nuk ngriheshin në këmbë për respekt kur ai hynte dhe ai nuk zinte një vend veçantë lart, thjeshtësia është pjesë e karakterit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Beduini u drejtua profetit me fjalët. Në një transmetim tjetër thotë: "O i biri Abdul Muttalibit." Nuk i tha o i dërguar i Allahut. Kush guxon nga sahabët i thoshte? Dhe emrin si ja thoshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Me emër si drejtohesh i thoshte o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. S'ka mundsi. Se dini fjalën e Allahut. Domethënë ai që besuat mos ju drejtoni profetit ashtu si drejtoni njëri tjetrit. Që të prishin veprat tuaja. Kurse ky beduin erdhi, o i biri Abdul Muttalibit. I tha emrin e të gjyshit. Abdul Muttalib është gjyshi, domethënë i biri filan nga fisi i tij, domethënë normal, se Abdul Muttalib ishte gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pa i thirrë me gjyshit. Kjo mënyrë thirrjeje ishte e pazakont, pasi besimtarët do ta quajnë o dërguar i Allahut ose o profeti i mëshirës, siç e kishin zakon, domethënë shokët ta quajnë profetin sallallahu alaihi wasallam, nga respekti. Ai u përgjigj qetësisht dhe tha: "Urdhro, të dëgjoj." I mbeti qefi që doli nga protokolli, ku ti thua ti? Thua zotri, unë jam zotri. E ke parasysh?
Si thon sa domethënë, ku ti flet ti domethënë me emra se. Jo, s'ka. Është detyrë e jona që ti drejtojmë profetin sallallahu alajhi wasallam, këtë ka vendosur Allahu. Edhe ne ti themi o dërguari i Allahut ose profeti i mëshirës, ja nabi Allah, ja rasulullah. Ne kur i drejtoheshim kur ishte profeti sallallahu alajhi wasallam gjallë. Por profeti nuk u mërzit. I tha urdhëro të dëgjoj. Urdhëro të dëgjoj. Un jam, domethënë i biri Abdul Muttalibit. Urdhëro të dëgjoj. Duke bërë me dije se po e vërente dhe le të pyeste lirshëm. Kjo tregon durimin dhe edukatën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Me njerëzit e panjohur. Nuk e ndërpreu beduinin, as nuk e qortohu, nuk i fori që nuk i tha me titull ose brenda protokollit themi. Beduini madje paralajmëroi, dëgjoni një transmetim çfarë thuhet në këtë hadith, do të pyes dhe do të jemi drejt për drejt dhe i ashpër në pyetje. Më vjen dikush tash njëri, le që erdhi mbar futi deven, u fut brenda kush është filan, ul aty si pa teklif, të shikoj do të pyes, do të jem pak i ashpër në fjalë. Do të pyes domethënë në këtë formë. Prandaj mos më merr për keq, i tha. Profeti tha, pyet ç'të duash. Pyet çfarë të duash. Urdhë. Këtu shihet zemërgjërsia në komunikim. I dërguari Allahu lejoi që njeriu të pyeste hapur pa frikë dhe u tregua i butë, i duruar gjatë gjithë bisedës. Sa mendon? Ti e Allahu të ka dërguar, çka ke dyshim në fjalën time? S'të duket zotrote se un jam filani ose çfarë, nuk të pëlqen fjala ime? Të duket mos vallë ke dyshim në profecinë time? Jo, fa. Urdhë fol. Allahu ka thënë, po, Allah më të dërguar. Ai të urdhëroi për të? Po, Allah më urdhëroi për të. Thjesht fare. Një bisedë më shumë e thjesht mes dy njerëzve që mendonte se siç thoshin shumë nga sahabët, subhanallahu, kur njeriu rinte me profetin sallallahu alaihi wasallam, nuk e ndjente veten inferior. Domethënë që të mendonte që ai ishte kish respekt, po dakord, po subhanallahu, ndjete vetë domethënë nuk ndjej i fyer asnjëherë. Ke parasysh me disa njerëz mund të ulesh bisedosh, domethënë të vjen të duket vetë domethënë i nënçmuar. Jo, te nuk e kishte me profetin sallallahu alaihi wasallam, ishte rahat. Mund të ish njeriu më i shëmtuar i dunjas me profetin sallallahu alaihi wasallam bënte shaka. Profeti sallallahu alaihi wasallam bënte shaka me njëri nga sahabët, si mbajmë mend temën, ishte i shëmtuar në pamje, në fytyrën e tij subhanallahu, në pamje. Profeti atë bënte shaka gjithmonë. Bënte shaka, domethënë ngacmonte. Njëri vajti e kapi nga mbrapa, profeti sallallahu alaihi wasallam në treg. E kapi nga mbrapa, domethënë edhe ngriti pesh. Profeti mendoi, kapi këtë shëmtoraqin themi, që është në xhenet inshallah. Në xhenet li, e kapi nga mbrapa thot, hajde kush e blek të sklavi thot, do ta shes. Edhe e uli poshtë profetit e ai dërguar Allah, po kush më blen mua, do dalësh i humbur me mua, po më shitet, s'më blen njeri mua. Domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam shaka me nuk di njeri domethënë i nënçmuar në praninë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë. Jo më këta që ishte urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam që ti respektonte kërkuesit e dijes. Sidomos ata që vinin kërkonin dije, kishin respekt nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Vlen theksohet se profeti sallallahu alaihi wasallam lejoi, thuhet, tash ka diskutime dietarëve, ai ishte mosbesimtar, Dimam Tha'laba, Ibn Tha'laba kur erdhi, edhe po kërkonte që të merrte mësimin apo ai tashmë kishte pranuar Islamin dhe erdhi të sigurohej tashmë për hollësitë e Islamit. Dy diskutime, por nëse marrim mendimin që ai ende se kishte pranuar Islamin, vlen të theksohet kjo që profeti sallallahu alaihi wasallam mendoi, e la të hynte në xhami. Jo, po të hynte me gjithë deve në xhami. Të hynte me deve në xhami dhe të hynte e të fliste urdhë. Pra tregoi një lloj dashurie dhe një lloj themi butësie që t'ia tregonte Islamin, sa erdhi të kërkoj, erdhi të pyes, nuk erdhi se erdhi të nënçmoj. Se dinin sahabët, edhe ata që nënçmonin dinin të silleshin, po ai erdhi për të kërkuar pra diturinë. Pyetjet e beduinit vëllezërit e mi. Kalojmë te kjo pjesë nga njohja e krijuesit e pranimi i fesë. Beduini filloi të bëj profetit disa pyetje thelbësore. Së pari ai kërkoi konfirmim të misionit. Shkoni me kujdes, do t'i përmbledhim edhe më poshtë inshallah. Tha, na erdhi dërguari yt, lajmëtari i thotë, dhe tha se ti pretendon që Allahu të ka dërguar profet. A është e vërtet kjo? Pra është e vërtet që ti pretendon që je i dërguari i Allahut? Profeti tha, po, ai ka thënë të vërtetën. Pra unë jam profeti i Allahut. Pra erdhi dhe u sigurua që ky njeri që po flet është vërtet i dërguar i Zotit apo jo. O vëllezërit e mi, kjo është shumë e rëndësishme. Të kuptohet si temë. Beduini thjesht me natyrën e tij drejt për drejt i bëri profetit pyetjen më të rëndësishme që mund të bëjë një njeri. Sigurimin për profetin që ndjek. Të qenë i sigurt për profetin që ndjek. Apo flet në emër të Zotit, apo flet me shpallje, apo ndjekun një rrugë, domethënë apo ndjek dikë çdo kush që pretendon lart e poshtë
që flet në emër të Zotit. Kjo nuk është një pyetje kurioziteti, thot, por një kërkim thelbësor i të vërtetës. Beduini e dinte se çështjet që lidhen me shpalljen hyjnor nuk janë lojra fjalësh. As pretendime për fituar status tek njerëzit, sepse njerëzit, pra njeriu mund të gënjejë për shumë gjëra dhe të janë dalë mbahen përkohësisht. Por ka një vit të kuqe që askush nuk e ka kaluar pa u shkatëruar. Nëse dikush pretendon se është profeti i Allahut, flet në emër të Zotit, unë jam profeti i Zotit, që të mashtroj njerëzit, ai ka ndëshkimin afër. Nuk ka mundësi. Se kjo bie ndesh me urtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të ndodhë që ta lërë gjatë një njeri të pretendojë që është profeti i Allahut, flas në emër të Zotit, dhe Zoti subhanahu wa taala të mos e demaskojë atë njeri dhe të mos i jap fund. Madje ka ajete të shumta në Kur'an. Ndër ato si thot Allahu subhanahu wa taala: "Walau taqawwala 'alayna ba'd al-aqawil la akhadhnahu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin 'anhu hajizin." Sikur ai thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të trillonte për ne ndonjë fjalë, do t'ja këputnim arterien, do ta rrëmbeni me të djathën tonë, thot Allah, do ta rrëmbeni me të djathën tonë. Dhe do t'ja këputnim arterien e zemrës. Dhe askush nga ju thot nuk do ta ndihmonte dot. Nëse Muhamedi do theshte një fjalë të tillë. Dhe thot në ajete të tjera, thot Allahu xhaleshan, dhe kush është më zullumqtar se ai që shpif gënjeshtër për Allahun subhanahu wa taala, dhe thot uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay, që më është shpallur dhe në fakt rëndësi është shpallur. Dhe më njëherë pas këtij ajeti çfarë thot Allahu? Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dhe sikur ti shikosh zullumqtarët, pra kush janë zullumqtarët? Ata që pretendojnë se ju shpallen nga Allahu xhaleshanu, kur me lajket zgjasin duar për të marrë shpirtin, thot. Dhe i thuhet, nxirreni shpirtin tuaj, thot. Sot do dënoj me dënimin përvolues për shkak të trillimeve tuaja. Si mund të thot profeti sallallahu alajhi wasallam, unë jam profeti i Allahut, ndërkohë që këto ishin ato që ju shpallën nga Allahu xhaleshanu. Pra vëllezërit e mi, është rregull. Nuk mundet dikush të thot pretendojë që është profeti i Zotit, dal profeti i rem dhe të mos demaskohet. Dhe kështu ka ndodhur me profetët e rem gjatë gjithë historisë. Dhe kjo është urtësia e Allahut subhanahu wa taala. Zoti dërgoi profetin, nëse nuk do lloj profeti i vërteti nga e rremi, atëherë më fal, si do gjejë e vërteta? Nëse nuk do dalloje shpallja e vërtetë që vjen nga Zoti, nga gënjeshtrat, atëherë si do gjendej rruga? Prandaj Allahu subhanahu wa taala gjithmonë kështu ka ndodhur dhe janë demaskuar mashtruesit gjatë gjithë historisë. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillah, jo vetëm që nuk ndodhi kjo, pra që demaskoi, madje ai ishte i zgjedhur nga Zoti edhe para profecisë sallallahu alaihi wasallam. Besniku, i sinqerti, i cili domethënë gjatë gjithë jetës edhe para profecisë ishte njëri i ndeshur, i pastër, që e njihnin të gjithë. Dhe pas profecisë akoma më shumë e përmbushi domethënë madhështinë si figurë, edhe pas vdekjes, pas largimit nga kjo dunja, iku dhe nuk mori asgjë me vete. Çfarë la pas? Domethënë la një mburoj, la peng, domethënë, pse se kishte marr borxh një tas me tërshër tek një jehud, e kishte në borxh domethënë çfarë? Mburojën e tij përse se nuk kishte pasuri, profeti sallallahu alajhi wasallam. Ndërkohë që domethënë pasuritë e tij nëse donte i vinin nën këmbët e tij. Vinte pasuria namazin e ikindis, mbushte xhamia plot me flori, kalonte domethënë dhe nuk lezinte akshami pa e shpërndar të gjithën. Nuk mante asnjë profeti sallallahu alajhi wasallam. As në shtëpinë e tij. Nuk mante ushqim përveç se atë ushqimin e ditës. Nuk mante gjë profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra, vëllezërit e mi, është e rëndësishme sigurimi. Prandaj kjo logjik është shumë e urtë nga Imam Ibn Thalib. Pra, Allahu ka dërguar, është e vërtetë që ti pretendon se je profeti i Allahut. Dëgjoni se pyetja që solli më pas, domethënë janë pyetje madhështore, që tregojnë edhe një herë për urtësinë e Allahut. S'mundet dikush të flasë në emër të Allahut, që ka krijuar qiejt, tokën, vendosi malet dhe ka bërë gjithçka me fuqinë e tij, të flasë në emër të Allahut. Dhe Allahu subhanahu wa taala ta lërë. Edhe ai domethënë të shihë se doj pa u demaskuar? Jo. Dëgjoni me kujdes. Beduini kaloi një sërpyetjesh logjike dhe vijoi pas kësaj pra që u sigurua për faktin që ky është profeti i Allahut dhe pretendon që është profeti i Zotit, flet në emër të Zotit. Filloi ta pyes Imamja. Ta pyes këtë. Thot, kush e krijoi qiellin? Se ti thua profeti i Allahut, po kush e krijoi qiellin? Nëse thot ai domun qiellin unë jam krijuesi. Apo jam unë krijuesi, unë i bëra këtë gjëra. Çfarë do thoshte Imamja? Po mbaroi biseda jon, do thash. I kam. I mori pyetjet me radhë. Kush e krijoi qiellin? I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, kush e krijoi tokën?
Kush i ngriti këto male dhe vendosi në to ato që vendosi? Mendo, dhe imamja me ato kishte të bënte. Kishte deven, shikon të tokën, shikon të qiellin, kush i krijoi tokën, kush krijoi qiellin, kush i krijoi malet, me këto kishte bënte imamja. Tha, me gjërat e përditshme që shikonte, kush i krijoi ato? Allahu subhanahu wa taala. Profeti u përgjigj, Allahu i krijoi. Pra pyetjet e tij nuk ishin thjesht, si thashë edhe një herë, domethënë për të kuriozitetin e tij, jo. Ai ishte një pyetje me qëllim për ta afirmuar se vetëm Zoti është krijuesi i gjithçkaje. Dhe ky njeri që po flet në emër të Zotit tashmë, do të jetë i njohur me këto çështje. Atëherë, beduini po udhëhiqte bisedën drejt pikës kyçe, subhanallahu. Nëse Allahu është krijuesi absolut i qiejve, tokës dhe maleve, atëherë vetëm ai mund të ketë dërguar një profet ndër ne. Pra patjetër është logjike, ai që ka krijuar gjithçka ka një qëllim me ne, atëherë duhet na sqarojë çfarë do për nesh, logjike do dërgojë një profet. Ky profet e njeh krijuesin i madhërisht, si thot Allahu xhelalu shano, "O ma kana nabi e yaqulu lin nas kunu ibadan li min dunillah." Nuk i takon një profeti thotë që dërgon Zoti që i thoni, do më thoni njerëzve që jeni robër të mi dhe më adhuroni mua thotë. Pra asnjë profet nuk i ka thënë njerëzve diçka të tillë. Çdo kush që pretendon që një profet ka pretenduar që është më shumë se sa kaq, se sa profet, ai është mashtrim nga shejtani. Allah thot në Kur'an, nuk i takon një profeti që i thotë njerëzve, do të thonë jeni robër të mi min dunillah. Walakin kunu rabbanin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Por se bëuni edukator me atë që mësuan nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Dhe zbatojeni atë. Pra, çdo kush që pretendon që ky profet, pra jo nga gjithë si profet, është më shumë se kaq, atëherë di se kjo është ndërhyrje nga shejtani mëkuar. Edhe imamja Ibn Thalebe do kupton dhe pse do thoshte ore, kush është Zoti, kush krijoi qiellin? Allahu. E kupton dhe me pyetjet që i bëri pra. Janë pyetje shumë të thella që çdo njeri me logjik të pastë alhamdulillah kupton kush është feja e Allahut subhanahu wa taala. Feja e drejtë. Pasi mori përgjigjen Allahu, pra për krijimin, beduini e pyeti profetin duke betuar. Betohem në atë që krijoi qiellin, tokën dhe këto male. Atë ka dërguar Zoti si profet. Pra, ai që krijoi qiellin, tokën, male dhe është i pushtetshëm dhe mbi ty o krijes. Nëse si e profeti i Allahut, kujdes. Po të pyes, je profeti i Allahut? Pra të ka dërguar Allahu ty si profet? Subhanallahu. Pyetje shumë e fortë. Kush merr guximin të thotë, e poshtron Allahu. Pra në një farë mënyrë, njeriu sigurohet. Cilat janë mësimet e këtij profeti? Çfarë fton ky profet? Cili është ligji që sjell ky profet? A është ky brenda asaj natyrshmërisë së pastër, ligji i pastër i rregullt, fton adhurimin e një Zoti të vetëm, nënshtrimin ndaj rregullave të tij, ndaj ligjeve që kanë ardhur me gjitha shpalljet, apo është dikush që thjesht ka një qëllim të caktuar, kërkon domethënë ka një agjendë të dyshimt që bie ndesh me gjithë fetë që kanë kaluar. Pra njeriu arrin të dallojë me këtë lloj pyetjesh, arrin të dallojë domethënë kush është haku dhe kush është batilli, pra e kota. Ai praktikisht po thoshte, a thua se po thoshte Imam Ibn Thalebe, duke qenë se Allahu është krijuesi i gjithësisë, ai e ka fuqinë dhe të drejtën të dërgojë ty si të dërguar ndër ne. Pra është e drejtë e tij dhe jo e drejtë e dikujt që se ka këtë tagur dhe të flas unë jam i dërguar i Allahut. Pra kujdes. Merr masa se mund të vi diçka nga Zoti. Beduini vazhdoi me pyetjet rreth detyrimeve kryesore fetare. Pra pasi u sigurua dhe pyeti mirë dhe u sigurua për profecinë e atij që flet në emër të Zotit, atëherë vijoi të pyes për fen. Pra kjo është tamam ajo që duhet të di çdo njeri. Në fakt, këto janë ato për cilat do pyetim në varr. A do pyetim në varr? Çdo njeri do pyetet ato pyetjet në varr. Cilat janë pyetjet e varrit? Kush është Zoti yt? Kush krijoi qiellin? Kush krijoi tokën? Kush krijoi malet? Kush? Allahu. Kush është profeti yt? Allahu të dërgoi ty? Allahu të dërgoi ty profet? Kush profeti? Dhe pastaj, cilat janë detyrimet? Beduini vazhdoi me detyrat fetare. Feja e Allahut. Cila është feja e Allahut? Cila është feja jote? Islami. Islami dorëzimi tek Allahu xhalesha. Ta adhuroj një Zot të vetëm, ti bindim rregullave të tij që janë rregullat e vetme që rregullojnë jetën e njeriu në dynjë dhe në ahiret. Atë beduini vazhdoi me pyetjet rreth detyrimeve kryesore fetare. I dërguar yt, lajmëtari pretendon se na obligon të falim 5 namaze në ditë dhe në natë. Profeti e konfirmoi, ka thënë të vërtetën. Që do thotë po, Allahu e ka bërë farz, faljen e 5 kohëve të namazit çdo 24 orë. Beduini pyeti sërish duke beduar, atë ka urdhëruar Zoti yt për këtë? Shkoj subhanallahu. Edhe në detajet e fesë namazi. Ka urdhëruar Allahu për këtë. Është detyrë nga Allahu. Në si ti themi sot, ore ka argument për këtë punë?
Ka argument për këtë punë? Ta bëj këtë punë, po ka argument? Kush e ka thënë ti që duhet? Jo, do të falim 6 vakte në ditë. Ç'është kjo 5 vakte? 6 të falim ne sot. Ose 7. Si janë 7 që je 7 toka. Edhe namazet 7 do jenë, po 5 i kanë lënë mangut. 1400 vjet gabime kanë pasur. Ka argument për këtë punë? Ose vin sa apo jo, kush tha 5 vakte, ku ja kemi futur në 5 vakte? Ku ka në Kur'an 5 vakte namaz? Çfarë kur të dalë? S'është problem, e rëndësishme ta kesh në zemër Zotin. Gjitha këto thoj këtë pyetjen. Allahu të ka urdhëruar për këtë punë? Allahu të ka urdhëruar, po Allahu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra 5 vakte namaz janë nga Allahu xhaleshan. Edhe u sigurua edhe një herë kjo. Kjo formë dy fishte pyetjes tregon se beduini don se siguri maksimale që çdo detyrim ishte me të vërtet shpallje nga Zoti xhaleshan. Jo thjesht fjalë vetëm profeti sallallahu. Megjithëse kjo s'ka se profeti po e tha është detyrim. Po ai, domethënë u sigurua edhe një herë për obligimet. Më pas e pyeti për zakatin, i njëjti formulim që mos vonohemi. Pra, pretendoi dërguari që t'japim zakatin, t'japim të varfërit tan. Allahu ka urdhëruar për këtë, po i thashte profeti sallallahu alajhi wasallam. Për të agjëruar Ramazanin, Allahu ka urdhëruar këtë, po tha profeti. Për të kryer haxhin, e njëjta gjë. Vlen përmendet se në disa transmetime nuk përmendet haxhi në këtë bisedë. Kjo varet nga ata të cilët e kanë transmetuar. Dikush transmetoi dhe mbante mend të gjithë skenën ose gjithë themi bisedën, dikush se mbante mend, edhe nuk i solli një pjesë. Kështu që mos u habisni ndonjë transmetim, dikush mund ta sjellë thotë, ja nuk është sjell haxhi. Sidoqoftë, kjo është shkaku, domethënë shpesh transmetuesit nuk e sjellin me gjitha detajet. Unë solla edhe detaje nga transmetimet e tjera. Deveja që u fut në xhami, hyrja në xhami, pyetja o Ibn Abdul Muttalibit, kjo nuk është sjell në Sahih Buhari. Kjo janë sjell nga transmetimet e tjera, siç i kanë sjell, domethënë ata që mbajnë mend detajet, secili sipas asaj që mban mend. Pra, alhamdulillah nuk ka kundërthënie në thelbin mbetet i njëjti hadithi, por se dikush ai sa mbante mend e ka sjell në hadith. Thjesht që të mos bëni konfuz nëse vjen e dëgjoni hadithin me një tekst, domethënë të ngjashëm. Beduini pasi mori gjitha këto përgjigje vëllezërit e mi, me vendosmëri shprehu pranimin e tij dhe tha: Unë besoj në atë me cilën ke ardhur dhe do të bindem këtyre urdhrave. Betohem në Zotin që të dërgoj ty. Betohem në Zotin që të dërgoj ty. Se nuk do të ushtoj asgjë dhe as do të paksoj asgjë nga këto obligime. Me këtë fjalë ai deklaroi besimin, imanin e vet dhe vendosmërinë për tu përmbajtur fesë islame sikurse ishte urdhëruar, as më shumë as më pak. Fraza "do të shtoj as paksoj" do thotë që ai do të kryejë detyrimet ashtu siç janë, pa e transformuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse, me fjala, nuk janë vetëm këto obligimet e njeriu në jetën e tij apo jo. Shumë njeriu është i obliguar, domethënë që të kujdeset për familjen, të ushqehet me halal, të kujdeset për fëmijët e tij, të ruaj halalin, larg harameve, pra jo se në kuptimin e ngushtimit feja e Allahut është ajo që vjen me argumente. Dhe kjo e ka dhënë një farë mënyre mes hadithit dhe kjo kuptohet. Por mos e keq kuptoj dikush që nuk i shtot as paksoj, unë do fal vetëm këtë namaz, pastaj domethënë për të ngrënë, për të pirë, s'ka thënë një për haramin këtu. Alkool s'ka gjë, edhe po i bëre këto je në rregull. Jo, s'është ky gabim. Të lloj kuptimi, apo jo. Pra fjala e imamës kur thotë domethënë do t'i përmbahem kësaj, të kuptohet që unë do t'i përmbahem fesë Allahut pa shtuar dhe paksuar gjë në fenë e Zotit. Pra kjo është ajo edhe menhexhi dhe rruga e drejtë e gjithë ummetit. Pra në fenë e Allahut nuk lejohet të shtosh gjë vetëm me argument. Pra nuk lejohet të sjellësh diçka në fenë e Zotit, po mos pa të argument nga Zoti dhe profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo ishte, që mos e keq kuptojmë atë. Por nëse njeriu përmbahet vetëm farzeve për shembull, për sa i përket detyrimeve fetare themi. Dhe normalisht jeton një jetë ndershme, larg haramit, nuk përzihet me gjunafe, ruhet nga gjunafet e tjera, alhamdulillah jeton një jetë ndershme, padyshim që është në xhenet. Dhe sa më shumë të shtoj njeriu pastaj për nafileve, suneteve, ta përforcoj imanin e vet me to, aq më afër Allahut xhaleshan. Kujtoni hadithin kutsi që kemi përmendur shumë herë, që Allahu xhaleshan thotë, gjë më e dashur me cilën më afrohet robi mua është ato që ja kam bërë farz. Pra këto janë farzet. Pastaj vazhdon robi të më afrohet thotë me nafile, me sunete, gjëra të pëlqyeshme, se afrohet me shumë vepra nafile thotë Allahu, derisa unë e dua atë. Kjo fitove dashurinë e Allahut, pastaj ke hyrë në një grad më të lartë, domethënë që është dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Normalisht ai që futet në atë grad, alhamdulillah, e ka kaluar, si thon lumin, si thon. Ai nuk e lezoti më që të rëshjas. Pse? Do të bëj gjunafe ky njerëz se lezoti. E do të largohet nga rruga, do të kap Zoti për veshje. Tefet, s'ke kush. Tek. Po dal.
Pra, alhamdulillah, është një gradë e madhe, por nëse, alhamdulillah, njeriu i përmbahet këtyre farzeve, alhamdulillah, është në hajër të madh. Është mirësi të madhe nga Zoti i Gjeleshanu. Ky është një pohim i jashtëzakonshëm që vjen nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Nëse njeriu beson në Zotin dhe dërguarin e tij, dhe kryen me përpikmëri detyrimet e fesë, 5 shtyllat, ai do shpërblet me xhenet natyrisht nëse është i sinqert, se profeti tha, nëse është i sinqert në atë tha. Nëse është i sinqert. Pra, ti e thua këtë, pastaj nga krau tjetër nuk zbaton gjë nga ato. Nuk kupton se ai duhet ta mbaj premtimin. Domethënë të vazhdoj gjithë jetën në besim të pastër dhe në zbatimin e obligimeve. Pa bërë gjëra që i prishin ato, si shirkun, gjunafet e mëdha, padrejtësitë. Pra, nëse ti bën shirk dhe padrejtësi, atëre ti mund të falësh gjithë ditën. Por nëse të ke cënuar imanin e Zotit, ato pikat bazë që edhe vetë Arabiu i përmendi, kush krijoi larg shirkut, madhështia e Allahut xhaleshanu, pra nuk kam vlerë ato vepra pa pastruar imanin dhe besimin. Duhet njeriu të jetë i kujdesshëm. Ky hadith na dëshmon se feja islame nuk e rëndon njeriu përtej mundësive, nëse ai e zbaton atë që Allahu me siguri ja ka bërë detyrë, do të shpëtojë. Mëshira e Allahut është e tillë që edhe vetëm farzet, obligimet, nëse kryen me sinqeritet pa shoqëruar shirk Zotit, pra bër shirk Zotit, larg gjunafeve të mëdha dhe larg prishjes së punëve të mira, pra ti shkatërrosh me gjunafe, elhamdulillah, njeriu do të hyjë në xhenet. Kjo jep shpresë çdo besimtari se praktikimi i fesë, pra në formën e saj themelore, është i mjaftueshëm për shpëtim. Pra të mos mendoj njeriu se po e kërkohet aty të ndryshoj dynjan. Jo, valla, jo. Ti, unë jemi të vegjël, s'ndryshojmë dot dynjan. Ne jemi shumë të pakët, shumë të pafuqishëm. Por ma jemi të fortë që me imanin që na ka dhënë Allahu, të edukojmë njerëzit, alhamdulillah, sa kemi mundësi me udhëzimin e Allahut dhe mëshirën e Tij, ata që kanë në vete. Familja jote, gruaja jote, fëmijët e tu, vëllezërit, motrat, të afërmit, ata që mund t'ju flasë, alhamdulillah, mbaj afër, që ata të rregullohen. Dhe nëse rregullohet kjo, ke rregulluar gjithë dynjan vallahi. Gjithë dynjan e ke rregulluar. Se alhamdulillah njerëz që adhurojnë Allahun, që duan hajrin, kujton se ta njerëz që nuk i bëjnë shirk Zotit, nështrojnë Allahun si familje, si zonë, si lagje, ku diun, si qytet, mblidhen gjithë dhe adhurojnë Allahun xhaleshan. Kujton se Allahu subhanahu wa taala do t'i lënë ata në mëshirën e qafirëve. Ose ata domethënë të bëjnë zullume, jo vallahi. E gjithë puna kthehet tek ne. Pra nëse kthehemi në fen Allahut me shumë pastërti dhe thjeshtësi. Zbatoj fen Allahut xhaleshan në veten tënde, në familjen tënde dhe fol dhe zero, duke marrë njerëz të mirë me vete. Pra, thiri njerëzit të afrohen në këtë adhurim, në këtë pastërti që të ndjen, në këtë kënaqësi që ka dhënë Allahu dhe vallahi pastaj hajri vjen desh apo s'desh. Do ta sjell Zoti xhaleshan. Mendoni, si është prapur Islami o vëllezërit e mi? Edhe vetë profeti sallallahu alajhi wasallam nuk është se u fut në Mekë me luftë, valla. U fut me ka ushirua. Nuk u vra, madje i shiroi dhe edhe ata që e patën vrarë profetin sallallahu alajhi wasallam dhe temi të afërmit e tij i shiroi profetin sallallahu alajhi wasallam. Shikoni në gjithë botën si ka shkuar Islami. Shkoni. Shikoni në Indonezi si shkoi, me tregtar shkoi. Në Andaluzi, një grusht njerëz shkuan nga Emevitet, shkuan dhe çliruan Andaluzin, në kuptim si çliruan. Një grusht njerëz çliruan gjithë Andaluzin. E prapën fen Allahut subhanahu, shkuan dhe prapën me pastërti, njerëz tregtar u vendosën, jetuan, krijuan bashkësinë e tyre, u zgjerua ky rreth duke parë pastërtinë dhe mirësinë e tyre edhe jetës së tyre dhe alhamdulillah prap hajri. Çu prap hajri domethënë në të gjitha vendet. Nuk është se lufta ka qenë se kjo është ajo që promovohet gjithmonë, se që jepet gjithmonë. Që është prapë jo vëlla. Islami është prapur me alhamdulillah me forcën e fjalës. Prandaj vëllezërit e mi, alhamdulillah kjo ka vlerë shumë të madhe ky hadith që ta zbatojmë në veten tonë vëllezërit e mi. Pas të dialogu, Imam Ibn Tha'laba u kthye te fisi vet, thuhet se sapo mbritja ju tha, për Zotin unë sapo vi nga i dërguar i vërtet i Allahut. Ai na urdhëron kështu e kështu, duke shpjeguar fen. Si rezultat i gjithë fisit i pranoi Islamin që atë ditë, pa mbetur asnjë pas. Kështu pyetet e mençur atë njeriu sollën udhëzim jo vetëm për vete, por edhe për gjithë komunitetin e tij. Sahabët e profetit u kënaqën shumë me lajmin se fisi Banu Sa'd pranoi fen Allahu si rezultat i misionit të suksesshëm të Dimames. Subhanallah. Ky është tamam si një profet, të themi në kuptimin e misionit që mori. Subhanallahu, profet mori udhëzimin, shkoi tek populli vet, o populli im. Ai është vërtet i dërguar i vërtet i Zotit. Dhe më ka thënë do të bëjmë këtë. U bindëm. Filluan xhamit të ndërtuar, u mësua libri i Allahut subhanahu wa taala, u mësua Kurani, u mësua feja e Zotit xhaleshanu për hap e mira, erdhi hajri. Mendoni, arabisht nuk ka folur as pjesa e Irakut, as pjesa e Egjiptit,
as gjithë Afrika Veriore, më fal, po, pjesa e sipërme, Afrika Veriore, e gjitha nuk është se ka folur arabisht. Edhe aq më pak Spanja, Maroku, në Andaluzia e hershme, s'ka fol arabisht. Edhe u përhap arabisht janë dhe gjithë thonë u bë gjua e tyre, akoma s'u flasin arabisht. Si u prap arabisht, u imponua. Është gjua e librit të Allahut, gjua e fesë së Zotit. U prap dhe mësuan fen Allahut subhanahu wa taala. Mësuan Kur'anin, mësuan hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu u përhap. U përhap dhe mësua, pra edhe vetë si gjua e Kur'anit. Edhe sot vazhdojnë ato vende, akoma kjo është gjua e tyre, edhe pse nuk është gjua e tyre themi origjinale e tërëve të tyre. Pra them elhamdulillah, ky ishte misioni që mbajti Dimame. Ky burr e thuhet që Dimamja, subhanallahu, ka pas, domethënë flokët gërsheta. Siç ishin beduinët i mbani gërsheta të gjata, flokët e tij të zeza gërsheta. Domethënë Dimamja i ishte flokët pas. Sahabët e profetit u kënaqën shumë që Benu Saad pranoi fen Allahu se rezultati i misionit suksesshëm të Dimamës, i cili me drejt i tha profetit: "Jam i dërguari i njerëzve të mi që kam pas vetes." Pra kur erdhi tha: "Më i dërguar nga ata më kanë sjell, të sigurohen." Kjo na kujton se çdo musliman i ri ka përgjegjësinë të ndajë dijen dhe udhëzimin me të tjerët. Ashtu si ky sahabi shkoi më njëherë për çoj te vetet mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra alhamdulillah, kjo është feja jonë, thjesht fare. Zbatoje në veten tënde me ndershmëri, me pastërti, me çiltërsi, marrëdhënien që krijojmë me Zotin xheleshanu. Detyrat e pakta ato janë, por kujdes, merri dhe perfeksionoj. Kur thot namazin, tu përfshihet gjithçka që lidhet me namazin. Çfarë thuhet në namaz, çfarë synon namazi, të meditosh në namazin, zekati çfarë përfshin brenda, agjerimi, pra feja e Allahut, kjo është e numëruar me gishtat e dorës. Por subhanallahu duhet që të jemi të ditur në fenë Allahut xheleshanu, me argument nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe të jemi të kujdesshëm në njohjen hollësisht dhe pastaj dalë ta përhapim të tjerë. Ky është mesazhi i këtij hadithi, dhe haditheve të ngjashme. Pastaj dietarët kanë folur hollësisht, por ne po e mbyllim sot këtu inshallah, për mënyrën e argumentimit që solli Dimame, pra për ekzistencën e Allahut xheleshanu, edhe për rëndësinë e njohjes së profetit, institucionit të profecisë. Pra nuk mjafton vetëm njeriu të njohë që është një krijues, se këtë gjithë njerëzit pothuajse në natyrën e tyre pranojnë, thotë, mirë, është një Zot aty lart. Gjithë problemi skalojnë te hapi i dytë, siç kemi folur shpesh. Hapi i parë është pranimi me siguri i Zotit. Hapi i dytë, ky Zot ka një qëllim me ty. Allahu të ka dërguar? Po, padyshim që Allahu do dërgojë dikë, se është pjesë e urtësisë së tij. Pastaj që e ka dërguar ka një qëllim, çfarë do? Na thaj që kemi detyrë namazin. Allahu ta ka bërë detyrë namazin, është vërtet? Domethënë hapat që duhet hidhen nga njerëzit to janë. Është një Zot, po, është një Zot, e pranove. Atëherë nëse pranon një Zot, kalo tek faza tjetër, pra të dërgimi profetëve dhe shpallja e librave, marrja udhëzimeve. Nuk është qëllimi i ekzistencës së Zotit, vetëm është një Zot që ka krijuar për të justifikuar rregullsinë e qiellit dhe tokës, se ndryshe si ekzistojnë? Jo, nuk është vetëm kaq. Pra duhet kalojmë në fazat e tjera dhe ky hadith e ka trajtuar, dietarët kanë folur në këtë hadith hollësisht, megjithatë, mbase në një mezhlis tjetër, elusallahu na jep ditë dobishme vëllezërit e mi, elusallahu na forcoj imanin, na bëj të vazhdueshëm në fenë e tij, elusallahu na lehtësoj rrugtimin deri ditën që ta takojmë atë dhe të jetë i kënaqur për nesh. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.